Në këtë kontekst, ka qenë pjesa më e vështirë. 4 vjetë nëna ime ka qarë kur unë jam nisur të vi për Prishtinë në shkollë, sepse mbeti vetëm me vllaun dhe motrën dhe ishte për të shumë sakrifice madhe që unë t'i largosha nga shtëpia si fëmiu më i madh. Mirë po, për këtë që jam sot, për çfarë kam sot, jam Borxhli medreses. Aty kam mësuar gjithë çfarë di për jetën, për vlerën e familjes, për veten, për Zotin, për besimin, rëndësinë, atë dhe dashurinë, gjithçka. Para sa me dalë të gjitha këto, mos me mik një detaj shumë i rëndësishëm, sepse dojë te medreseja, do të thonë çaj dashnie e madhe. Po thirrja prej Zotit kur ka ardhur për juve? A e kujton atë moment? Në vitin e parë në medrese nuk dija të bëja namazin, të falesha dhe shtiresha se po i them doft. Kisha frikë se mos po më përjashtojnë nga shkolla dhe babi do zgënjehi me mua dhe shtiresha, i mësoja duat doft me një presion pak më të shpejt. Në vitin e parë, çdo të premte, kam paketuar gjitha gjërat të mos kthehema. Prej medreses? Në medrese, italian shkolla. Në fund të vitit 2, fillimi vitit 3, ka qenë një fazë interesante kur fillova të shijoj mësimin, vlerën e dijes, sepse filluan të më dalin në praktik teorit dhe dijet që kisha mësuar. Sa e rëndësishme ishte të mësoja për familjen, për atë dhe unë tim, për veten time. Dhe sakrifica që kishte bërë babi dhe nona, kishte bërë për mua, fillimisht. Ata kishin sakrifikuar, njeri duke, nënën këtë rast, duke më larguar nga shtëpia, në kuptimin që t'jetonte pa mua në shtëpi, si dora e djathtë të saj në atë kohë, dhe babi duke sakrifikuar po ashtu që t'isha në medrese, në një shkollë, për herë të parë nga familja ime, një antar në një shkollë fetare. Me shumë kundërshti në farefis, të gjerë. A dhe me thonë, ke pas një karë që ka kundërshtu këtë? E kanë morë djalin në qafë, është dashur të shkojnë mjekësi, sepse këtë djallë ka mësuar mirë në shkollë. Mirë po mendoj që unë nuk isha bërë për mjekësi. Unë friksohesha, edhe sot friksohem shumë nga gjilpanat, nga gjaku, nuk jam i mjekësisë. Në medrese, pastaj e gjeta vetën. Po e gjeta vetën. Njohte shumë meq, shumë shok? Shok të jetës i kam shok të medreses. Shoqëria vetëm e shkollës, për mua është shoqëria e medreses. Sepse kam ndruar shkollat shpesh dhe ka ndikuar të mos kem një shok të shkollës, kështu për kohë më të gjatë se sa medreseja. Po nëse nuk i shikon në medrese, çka kish me qenë profesionet? Unë kurreshtar me ditë këtë pjesë, se ke shprej kur profesor? Nuk e kam menduar, ndoshta do t'isha historian. Kam një problem me historinë, merrem me historinë edhe në fushën e studimeve të gjuhës dhe të letërsisë. Kur them kam problem me historinë, nuk pajtohem me plot konstatime dhe narracione zyrtare historike. Kam lezu histori bukur shumë, ndoshta më shumë se historianët, që në moshën time mund të pretendojnë që kanë mendim historik, dhe aty e gjej vetëm bukur shumë. E shohmi herë pas herë që regjia edhe shkon me fotografitë të cilat ke shumë libra, me thonë të drejtën. Qatë shumë ke libra sa që nuk e dim ku është fundit, për më duket. Edhe pse je hermetikisht për mësë nxjerrë këto fotografi asë në rjetë, por që mes që nxjerrin këto fotografi. Kjo fotografi është bërë pas një insistimi të Osman Çekaj, kur ai poston një listë të leximeve dhe kërkon prej miqve të vet të japin lista dhe unë ja bëj një replay, koment, i them që lista është e gjatë. Edhe ai më lutet të bëj një listë, një fotografi, eventualisht, të leximeve të atij viti.
Edhe ishte më duket nëse zgaboj natë e vitit 3 apo një natë më herë, aty ka fund viti. Edhe zgjodha tituj që kisha lexuar atë vit. Zakonisht ka diku mbi 10 vjet që leximet vjetore i kam me gjatësinë time, parafarsisht. A është shkak libri që tërheq nga shumë gjana në jetë? Apo jo? Madje mendoj jam shumë. Sepse miku im më i mirë besoj që është libri, përderisa ti ke gjitha këto libra në... Po, ka libra të mirë, ka libra të këqij. A ka dhe libra të këqij? Plot. Apo autor? Autor njerëz që shkruajnë libra të këqij. E di që do mi kursy. Edhe kjo fotografi ka një rëndësi tjetër me sa e di? Apo jo? Në fakt, nuk i ekspozoj leximet e mia. Një kohë e kam konsideruar se mos po ma marrin për lavdrim. Po. Kjo është një pjesë e bibliotekës sime personale, e cila në total kalon një numër mbi 5.000 tituj, nga të cilët titujt e letërsisë që janë mbi 2.000 janë të lexuar të gjitha. Ndërsa ka enciklopedi që nuk i kam lexuar dhe nuk lexohen komplet, janë sikurse Eko kur selekton punën e librave, kur thotë që ne blejmë libra, po jo të gjitha librat i lexojmë ose jo të gjithë librin, pra edhe unë kam plot libra të lëm për gjysmë, siç thot Camus në përshtypjen time. Ka libër që blej dhe i lexoj për një kapitull, për një nën kapitull, për një pjesë, dhe aty ajo pjesa që marr mjafton, pastaj e lë dhe ndoshta si kthehem kurrë. Po në letërsi është diçka tjetër, sepse letërsia ka atë pjesën e historisë që të nxit ta përfundosh. U mendoj që është gjë e bukur dhe mi posu edhe libra, pse jo? Ndoshta inspiron shumë njerëz. E aq më shumë që jeni profesor, mendoj që kjo është e bën edhe më të bukur gjithë këtë histori. Jemi në kohën kur libri shikohet si ornament i bukur për fotografi, prandaj nuk ekspozoj libra. E dyta është e rëndësishme që unë në shumicën e librave që mbiet i lexoj para se të botohen, si redaktor. Dhe në këtë kontekst, do më thënë jam një paralexues, para se të jenë të botuara, kalojnë në përdorën time, dhe janë disa libra, rrallë, që u rikthehem për t'i lexuar për çejf pasi të botohen. Shumë mirë. Profesor, edhe një pjesë e rëndësishme që është familja.